vaj si që kam me miell. Sepse normalisht ka pak miell. Po. Do të shtoj direkt për gatimin tjetër kungujt. Okej, do të trajtojmë si gjell, apo jo? Po, Është një gjell me kunguj. Këtë herë kungujt do t'i presim trash në rraf dhe shojmë së bashku se çfarë produktesh të tjera na duhen për një gjell të shpejt me kungujt të sezonit. Kunguj jeshil, janë ato kungujt që kanë një jeshile më të çelët, gjell me kunguj dhe me mish pule. 1 kilogram kunguj, siç e thash, lart pastruar dhe të prerë në rraf të trash. 400 gram mish pule, 2 qep, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë vaj për person, miell gruri, krip, piper i zi dhe koper. Tani, kemi shtuar kungujt tek vaj për të skuqur dhe i zbusim pak. I zbusim pak dhe vendos pjesën tjetër. Shtoj pak fare, me pak vaj të lutem. Shkoj diku tek ullishtja, vajin e ullirit, të cilën e kam të kaluar në mullit të ftohtë. E dini shumë mirë që vaji po tjetë edhe me bërtham, i bluar është mirë. Sepse dhe bërthama ka lërën e vetë. Lërët të ftohta Androniti, mos bëra gati enës që të presim e të sillim në pjatë, meqense do kemi besoj minuta për ta servirur. Ne mund të kemi qepën, mund të kemi edhe presh. Unë kisha presh, sepse më kishe ngelur një voçkull fare dhe thash, përse mos ta vë në përdorim. Te kungujt, normalisht, që kaloj dhe preshjen. Gjëra të shpejta. Shtoj. Kripën. Sikurse dhe piperin. E lë të tillë, me pak ose fare miell. Tani mishin që është fileto apo gjoksipulës të prerë kështu në kubik dhe kanë ato lëngjet e tyre, i zbusim, i përthithim me pak miell, i pudrosim. Në këtë formë, mishi dhe nuk ngjit kur ta shtojmë pastaj tek kungujt apo në vaj, sepse është i mbrojtur, i refuar prap me miellin pudrosur. Duke lënë vetëm salcën këtu. Dhe më duan dhe bimët aromatike në fund fare. Pra e lë derisa mua të më përthithen lëngjet. Dhe fillon një super aroma. Po si që kam kështu, përse unë jo të ndroj pozicionin. E lë këtu, kunguj, dhe vendos. Dhe në gjerën tjetër. Sepse edhe mishi do skuqet pak, duke u diset. Shtoj, pa arritur, të më digjet vaji. Jam pre në kubik. Dhe lë të bëhet kungulli, që i vendos kapakun, sikurse normalisht. Derisa të zbardhet. Pas ka marrë të duhurin edhe unë. E kaloj dhe punë aman ose s'duroj do të qik koper, qik majdanos tani për gjellën dhe të mirë siguruar. Tani
I rikthehemi recetës tonë të gjellës, kemi kaurdisën siç e tham kunguj, tani presim të zbuten dhe të kaurdisen, po ashtu edhe copat e mishit të pulës. Marr salcën. Se nuk e kam të prerë me vezë dhe limon. Është me salcë të kuqe, pra. Pra, kjo është një nga ato recetat ku duam që të shijojmë kunguj dhe t'i përfshim ato në kuzhinë, në recetat tona. Duke qenë se nuk kanë kalori, as mishi pulës, ka proteinën e duhur, gjithashtu kungujt, përveç se kanë ujë në trupin e tyre, janë shumë dietike. Shikon, ja. Dhe patjetër që kanë vlerat të tjera. Vitamina, minerale, kombinohen shumë mirë me bimët aromatike, kombinohen gjithashtu shumë mirë me mishin e pulës. Qepën ose preshin në kaurdisje, ne zgjodhëm preshin sot, mund ta grini në rende ose mund ta toptoni. E qep vetë njoma në fund fare, pra vendosin fillim kokën dhe gjysmën e trupit dhe bishtat i leni më pas. Përse e kam vendosur në dy, sepse mishi pulës dhe i prerë në kubik bëhet shumë më shpejt. Kungu duke i zjerë dhe jo duke të kalojnë dhe në sotarizim, dhe në skuqje dhe në zjerje. Pra fillojnë edhe zbuten dhe mua nuk më duhet i marrë në fund të bëjnë edhe pak edhe unë do t'i shtoj. Duke e më njanuar pjesën e vajit të kungujt, pra është edhe më shpejt. Duke vendosur kapak këtu, dhe normalisht edhe kapakun tjetër këtu që do të marrë bimët aromatike. Dhe kemi thënë që mes koperit dhe majdanozit me kungullin koperi kombinohet akoma dhe më mirë. Po, nga që kam mishin e pulës. Po, duhet ta freskojmë akoma më shumë. Dhe kështu jemi në minutat e fundit, duke shtuar dhe bimët aromatike. Kemi përgatitur sot për ju një byrek papet me kunguj të grira imët, duke i shtuar të gjithë përbërësit që ju do t'i gjeni dhe në kanalin ton në YouTube edhe në rrjetet tona sociale, duke i trazuar mirë dhe më pas duke i shtuar në një tavë të lyer me vaj, i piqni dhe ja tek e keni rezultatin, tani është ftohur dhe mund të preket dhe mund të hapet. Kjo është gjendja, do të pulloj edhe pak, do ta presim dhe do ta shijojmë. Me çfarë? Me kost, me tarator. Me tarator shkon shumë për shembull, me tarator të freskët. Po ashtu edhe petullat, shifeni, as nuk kanë thythur fare vaj, edhe duken të shkëlqyera. Gjella me mish, pule dhe me kunguj, një gjellë e lehtë, dietike, e shëndetshme. Vëmendjen këtu. Sa të mbulohem pak mishi. Paralel me gatimin. Një përzierje. Ja, e till dhe më duhet sa minuta, diku te 20 minutë që më duhet pa tjetër, derisa të trashet. Dhe prandaj jo pa qëllim unë vendosa mielin tek mishi i pulës, sikurse edhe bëra një pudrosje të lehtë përsipër tek kungujt. I thash të gjitha dhe burat e petullat edhe të rushi, bërej ma deti. Kapakun tani dhe reçelin që kemi përgatitur dikur, ndoshta një prerje po na i bëre byrekut për ta mbyllur kështu me atë copën e byrekut papet, dhe pastaj për t'ju treguar që puntata e sotme, pra çdo recetë idhet më vete edhe në YouTube-in ton, në kanalin ton zyrtar, për të na bërë aty subscribe dhe për t'i renditur edhe një herë të gjitha recetat me radhë, ashtu që janë gatuar dhe do të gatuar në vazhdim. Mos harroni të klikoni dhe të na bëni subscribe edhe një herë. Që është gati, është e bërë. Po. Të shikon? Por që për ta prerur në copa të dura duhet të kërkoj një ftoje mbi gjysmore. Të lëmë edhe pak atëre. Që të hiqet tamam pet. Derisa të vi koha, unë merrem me kjo na pengon dhe foto, kështu që mirë, po e lëm atëherë, ju duhet shihni që është bërë, kështu që s'ka nevojë që të tregojmë pjekjen sepse është ngjyra perfekte.
Të lumë shinduar, tani shjemi nesër me të tjera receta. Mbyllëm pra ha. Bashk do të shjemi pas pak, do të bëhemi gati për të folur për bimën që ul tensioni dhe që quhet hibiskus. Me një çaj fantastik, ju pres pas pak.